Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Para se të hani lakra turshi, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Lakra turshi është një nga ushqimet që duhet të konsumohet më shpesh. Përveç shijes së thartë dhe strukturës krokante, ofron edhe shumë përfitime shëndetësore. Sipas Bright Side, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i lakrës turshi të përgatitur në kushte shtëpie. Ajo ndihmon në luftimin kundër depozitave yndyrore, por edhe në parandalimin e disa komplikacioneve. Ushqimet e fermentuara janë një nga llojet më të mira të ushqimeve që duhet i hani çdo ditë, sepse mbështesin punën dhe shëndetin e zorëve dhe tretjen e përgjithshme, dhe këto janë arsyet pse lakra turshi duhet jetë pjesë e dietës suaj. Ato ndihmojnë në humbjen e peshës dhe reduktimin e depozitave të yndyrës. Lakra turshi nuk ka shumë kalori dhe është e pasur me fibra. Kjo e bën atë një shtesë të shkëlqyer për çdo regjim për humbje të peshës. Përmbajtja e fibrave ju ndihmon të ndjeheni më të ngopur dhe për më gjatë, duke reduktuar marrjen e përgjithshme të kalorive. Përveç kësaj, lakra turshi përmban probiotik që promovojnë mikrobiomën e shëndetshme të zorëve. Një florë e ekuilibruar e zorëve mund të përmirësojë metabolizmin dhe të mbështesë edhe humbjen e peshës. Ato forcojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Ngrënia e lakrave turshi mund të jetë e dobishme për shëndetin e zemrës në disa mënyra. Fibrat në lakra turshi ulën nivelin e kolesterolit duke reduktuar kështu edhe rrezikun për sëmundje të zemrës. Probiotikët të lartë të lakra turshi gjithashtu kontribuojnë për një zemër të shëndetshme, duke reduktuar inflamacionin dhe duke përmirësuar funksionin e përgjithshëm kardiovaskular, citon Healthy Side. Përveç kësaj, lakra turshi është një burim i mirë i vitaminës C dhe K. Të dyja janë thelbësore për shëndetin e zemrës. Vitamina K luan një rol kyç në parandalimin e kalcifikimeve të arterjeve, ndërsa vitamina C është e njohur për vetitë e saj antioksiduese, të cilat mbrojnë shëndetin e zemrës. Përmirësojnë funksionin imunitar. Një pjesë e rëndësishme e sistemit imunitar ndodhet te zorët, gjë që bën shëndetin e zorëve vendimtar për sisteme të forta imunitare. Probiotikët që gjenden te lakra turshi forcojnë barrierat e zorëve dhe përmirësojnë funksionin imun. Konsumi i rregullt i lakrës turshi mund të ndihmojë në mbrojtjen kundër infeksioneve dhe sëmundjeve, duke u mbajtur gjithashtu edhe më të shëndetshëm. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e lakrave turshi të përgatitura vetë në kushte shtëpie. Kështu do ta keni më të lehtë të merrni vlerat e tyre edhe për shëndetin e përgjithshëm. Lakra turshi kanë aftësinë të mbushin organizmin me energji, të forcojnë imunitetin dhe të mbrojnë gjithashtu shëndetin e zemrës, citon Healthy Side. Përtej shijes fantastike, vlerat e jashtëzakonshme të lakrës turshi, ashtu si asaj të bardhë dhe asaj të kuqe për shëndetin, janë arsyet kryesore pse s'duhet të mungojë asnjëherë në kuzhinën e çdo familjeje, sidomos gjatë periudhës së dimrit. Lakra e bardhë turshi është e pasur me vlera shëndetësore. Ajo përmban fibra në saj të vitaminës C dhe K, si dhe një pasuri të madhe për sistemin imunitar falehekurit. Lakra turshi ka gjithashtu aftësinë të mbushë organizmin me energji. Megjithatë, ajo duhet të konsumohet në sasi të kufizuar sepse përmban shumë krip dhe këshillohet mbi të gjitha të konsumohet lakra turshi e shtëpisë. Sipas studimeve të cilave u referohemi, konfirmojnë se fermentimi i lakrës çon në prodhimin e një sasie më të madhe të probiotikëve, të cilët furnizojnë bakteriet e mira në stomak dhe parandalojnë rritjen e bakterieve të këqija. Lakra e bardhë turshi mundet gjithashtu të forcojë imunitetin, të sintetizojë vitaminën B, të luftojë diarren që shkaktohet nga marrja e antibiotikëve. Megjithatë, nxehtësia shkatërron bakteriet e mira, ndaj ju duhet të konsumoni lakra turshi të freskëta. Sasia e përshtatshme ditore e fibrës bazohet tërësisht nga nevoja për mbrojtjen kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Fibrat të tretshme të lakra ndërlidhen me yndyrrat e kolesterolit dhe i përcjellin ato jashtë nga organizmi. Kjo nënkupton se gjaku përthith më pak kolesterol. Një filxhan me lakra turshi përmban 35% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 23% të vitaminës K. Vitamina C luan një rol në antioksidantë, ndërsa vitamina K ka ndikim në mpiksjen e gjakut.
por të dyja janë thelbësore për kockat e forta. Lakra turshi ofron 12% të dozës rekomanduar ditore të hekurit. Burimet bimore të këtij minerali nuk garantojnë një përthithje efikase të tij, por vitamina C përmirëson përthithjen e hekurit në organizëm. Lakra turshi ka vitaminën C, e cila është acidi laktik dhe teolin, të cilat përthithin hekurin dhe gjithashtu i japin efekte fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Lakra turshi është një nga ushqimet që duhet të konsumohet më shpesh. Përveç shijes së tharë dhe strukturës krokante, ofron edhe shumë përfitime shëndetësore. Ndihmon kundër depozitave yndyrore, por edhe në parandalimin e një sër komplikacionesh. Ushqimet e fermentuara janë një nga llojet më të mira të ushqimeve që duhet t'i hani çdo ditë, sepse mbështesin punën dhe shëndetin e zorëve, shëndetin e tretjes dhe të gjitha këto janë arsyet pse lakra turshi duhet të jetë pjesë e dietave tuaja. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në një sër përfitimesh për organizmin, siç është përmirësimi i funksioneve imune. Në pjesën e rëndësishme të sistemit imunitar ndodhen zorët, gjë që e bën shëndetin e zorëve vendimtar për një sistem të dobët imunitar. Probiotikët që gjenden në lakrën turshi forcojnë barierën e zorëve dhe përmirësojnë funksionin imun. Konsumi i rregullt i lakrës turshi mund të ndihmojë në mbrojtjen kundër infeksioneve dhe sëmundjeve, duke ju mbajtur ju akoma dhe më të shëndetshëm. Lakra turshi është e mirë për shëndetin e zemrës. Ngrënia e lakrës turshi mund të jetë e dobishme në shëndetin e zemrës në disa mënyra. Fibrat në lakra turshi ulin nivelin e kolesterolit duke reduktuar kështu edhe problemet e zemrës. Probiotikët e lakra turshi kontribuojnë në një zemër të shëndetshme duke reduktuar inflamacionin dhe duke përmirësuar funksionin e përgjithshëm kardiovaskular. Ato ndihmojnë gjithashtu në reduktimin e peshës së tepërt dhe depozitave të yndyrës. Prandaj, edhe ekspertët këshillojnë konsumin e lakrave në dietën tuaj si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese. Qoftë turshi ose të freskëta, vlerat e tyre në shëndet do të jenë të larmishme. Lakra ka nivele të larta të proteinave sa të gjitha perimet e mbledhura së bashku, por përmban vitamina dhe minerale. Lakra mbron ADN ose molekulat që mban të gjitha konkretisht edhe gjenet. Bërësit që gjenden në lakër bllokojnë aktivitetin e dëmshëm të disa enzimave, shënjestra e të cilave është padyshim molekula ADN-s. Një nga vlerat më të famshme të lakrës është se aftësia e saj për mbajtjen nën kontroll të inflamacioneve dhe problemeve të enëve të gjakut është e lartë. Lakra përmban një sër elementësh që parandalojnë problemet e zemrës. Ato janë një burim shumë i lartë gjithashtu edhe i fibrave. Nëse keni nevojë për më shumë fibra në dietën tuaj në mënyrë që të keni një sistem tretës sa më të mirë, këto perime janë një burim i pasur i fibrave dhe një racion me 100 gram do të merrni 4 gram fibër. Kjo sasi është 15% e dozës rekomanduar ditore për femrat. Lakrat ofrojnë vitaminën K. Lakrat janë veçanërisht të pasur me vitaminën K, për të cilat kemi nevojë të mbajmë kockat shëndetplota dhe të parandalojmë kalcifikimin e trupit. Mjafton një filxhan me lakra të vogla në ditë që ju të merrni 2 fishin e dozës rekomanduar ditore të vitaminës K, për të cilat ju i keni të nevojshme. Lakra ndihmojnë me detoksifikimin. Vlerat shëndetësore të lakrës përfshin edhe aftësinë e saj për detoksifikimin e organizmit. Lakrat përmbajnë disa substanca të cilat ndihmojnë enzimat në procesin e detoksifikimit. Lakrat kanë aftësi të larta dhe disa prej antioksidantëve të fuqishëm që gjenden te ajo, si luteina dhe zeakanthina, stimulojnë enzimat detoksifikuese. E pasur në vitaminën K, lakra siguron 85% të kërkesës ditore të trupit. Kjo është shumë e rëndësishme jo vetëm për metabolizimin e kockave, por edhe në parandalimin e problemeve si Alzheimeri dhe problemet neurale. Lakra është e mirë dhe një burim i shkëlqyer i fibrës, prandaj duhet të konsumohet në dietën tuaj rregullisht, pa e tepruar dhe në varietete të ndryshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.